Për herë të parë në Gjirokastër do të funksionojë një qendër shëndetësore që do të ofrojë shërbim shëndetësor për turistët që këtë verë do të vizitojnë qytetin e UNESCO-s. Kjo qendër shëndetësore që hapet do të shërbej për të gjitha rastet urgjente që mundet të kenë problematik turistët e ndryshëm që paraqiten në këto zona dhe në rastet që do ketë problematika më të avancuara, sigurisht që funksionon edhe urgjenca e spitalit, edhe spitali rajonal për ekzaminime më të hollësishme dhe më të mëtejshme, për të ardhur në ndihmë për çdo lloj problematike që mund të kenë turistët, që janë pjesë e ta quaj të gjithë banorëve të Gjirokastrës, derisa vinë dhe na vizitojnë. Ambienti është përcaktuar në qendrën shëndetësore të lagjes Dunavat dhe do të jetë në funksion 24 orë duke nisur nga 1 qershori deri në 30 shtator. Stafi i kësaj qendre do të përbëhet nga mjek dhe infermier që nuk janë pjesë e strukturave të njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Gjirokastër. Po organizojmë dhe po marrim masat për sezonin e ri turistik veror në bazë të një urdhri të ngritur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ku përcakton qartë që vendet turistike, siç është edhe Gjirokastra tashmë një atrakcion turistik në gjithë Shqipërinë, do të pajiset me një qendër verore turistike 24 orarshe me mjek dhe infermier në dispozicion të gjithë atyre turistëve që kanë dëshirë dhe do të vizitojnë në rrethin e Gjirokastrës. Ne sot jemi këtu me doktoresh Dritën, kemi marrë masat tona paraprake me gjithë infrastrukturën e nevojshme, presim që brenda javës të na vinë edhe mjekët mbështetës dhe infermierët mbështetës brenda strukturës së shëndetësisë, ku do të vëmë menjëherë në dispozicion gjithë infrastrukturën e nevojshme për t'i paraqitur gjithë turistëve të jo vetëm të Gjirokastrës, por gjithë rajonit, dispozicionin ton për një shëndet më të mirë karshit. Vendosja e kësaj qendre në këtë zonë të qytetit u pa e arsyeshme për shkak të afërsisë me Kalan, por edhe me pazarin karakteristik, ku dhe prezenca e vizitorëve është më e madhe.